Jemi rikthyer sërish në studiet të nderuar të shkues. Në pjesën e parë të Spektër kemi patur të ftuar kandidate për deputete të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Mjaftesa Sulaj, ndërsa siç është bërë me dje edhe njoftuar edhe në rrjetet sociale, në pjesën e dytë të këtij Spektër kam të ftuar kandidatin për deputet të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Romario Meminaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si duket situata në teren e fushatës? Situata në teren Irena duket shumë mirë, jemi shumë të angazhuar, po prekim në brenda në qytet, çdo fshat, çdo banesë, në çdo njësi administrative edhe në qytet. Si u presin njerëzit? Vini pas 12 vitesh në opozitë dhe synoni që të vini në pushtet? Njerëzit na presin shumë mirë dhe mezi presin datën 11 maj për të dalë masivisht në zgjedhje për të votuar ndryshimin, për të votuar numrin 1, për të votuar aleancën, koalicion e Aleancë për Shqipërinë Madhështore, për të votuar Partinë Demokratike. Si është kjo fushat për ju si koalicion, si Aleancë, pas 12 vitesh në opozitë, është e fortë, është e ashpër, ndërkohë që dhe nga fronti i të majtëve është shumë e ashpër dhe egër si fushat, pasi votohet për kandidatin? Po, Irena, fushata në Partinë Demokratike dhe në koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore është një fushat me shumë energji pozitive, me bindje të plot që Partia Demokratike dhe ky koalicion do të jetë fitues. Ne po prekim çdo banesë të qytetit të Vlorës edhe në fshatrat e Vlorës dhe mezi po presin që të vi data 11 maj. Çfarë evidentoni në këto prekjet në teren me komunitetin me qytetarë? Çfarë evidentoni si problematikën më të madhe dhe të hasur më shpesh në teren? Problematika kryesore, Irena, është hemorragjia që i ka ndodhur këtij vendi, ikja masive shpopullimi i vendit. Në disa fshatra që kam shkuar, sepse unë përfaqësoj zonën e Novoselës, në fshatrat që unë kam shkelur dhe ku kam kontaktuar banorët e asaj zone, shumë, pothuajse 70% e banesave të një fshati janë të kyçur, janë të mbyllura, sepse banorët e atij komuniteti, jo vetëm të atyre komunitete, por edhe në qytetin e Vlorës janë larguar në emigrim për shkak të keqeverisjes së Edi Ramës të këtyre 12 viteve. Çfarë do të bëjë Partia Demokratike për ta thyer këtë raport, pikërisht shpopullimin që është folur kaq shumë? Partia Demokratike ka ardhur me një program të qartë edhe për emigrantët që ndodhen në diasporë, ku do të kthej të gjithë emigrantët që ndodhen në diasporë në shtëpitë e tyre në atë. A keni ndonjë pikë të fortë ku e mbështesni këtë strategji për rikthimin e shqiptarëve në vendin e tyre? Te programi jonë. Një emigrant nëse kthehet në Shqipëri, nëse hap një biznes, nuk do të ketë për 2 vjet, nuk do të taksohet nga tatimet. A i kemi kushtet ne si shtet që ta përballojmë këtë kosto ekonomike dhe financiare? Patjetër që i kemi ndëruar. Ju do të thoni ku do t'i gjejmë lekët. Lekët do t'i gjejmë te korrupsioni që ka bërë Belinda Balluku te tuneli Llogorajt, që janë vjedhur gati 60 milion euro. Ato janë vjedhur, si do t'i merrni? Lek ka ndëruar, por qeverisja Rama këto lek i merr për vete, i merr për oligarkët e vet, duke i shpërndar, siç është tani në zgjedhje, i shpërndar në zgjedhje për të bler votat e qytetarëve. Ju besoni se do të blihet vota edhe kësaj here kur qytetarët, të paktën pas kaq vitesh, me këtë sistem votimi do të kenë mundësi në ndërgjegjen e tyre, të paktën nëse nuk do të dinë të zgjedhin, do ta kenë në ndërgjegjen e tyre, por në këto votime e kanë mundësi të zgjedhin pikërisht individin. Unë do të bëja një thirrje nderuar të gjithë qytetarëve të qytetit të Vlorës, po jo vetëm të Vlorës, por të gjithë Shqipërisë, të votojnë të lirë, të votojnë ndryshimin, dhe do të bëja një thirrje gjithë subjekteve që mendojnë ose tentojnë të korruptojnë qytetarët e Vlorës për të dhënë lek për të bler votën, të kenë kujdes, sepse organet ligjzbatuese janë në vëzhgim. Sa besim keni tek struktura e SPAK që ka sjellë të paktën hetuesit për krimin zgjedhor? I ka azhurnuar tashme, i ka stacionuar në rrethet, në qarqet kryesore të vendit, edhe në Vlorë, po ashtu pranë institucionit të prokurorisë. Kam shumë besim e nderuar, pasi struktura antikorrupsion SPAK do të bëjë punën e saj në mënyrë më të efektshme të mundshme.
Si është bashkëpunimi institucional i Partisë Demokratike? Ka gjetur mbështetje në rastet të ankesave apo të denoncimeve? Keni hasur problemet tashmë në teren përsa i përket krimit zgjedhor? Keni evidentuar në një lëvizje apo në një tentativ apo? Partia Demokratike dhe antarët e Partisë Demokratike janë në teren, janë në vëzhgim për çdo lloj rasti, për çdo lloj tentative për korrupsion për të denoncuar raste të tilla. Vetë subjekti i Partisë Demokratike, por edhe aleatët e koalicionit tuaj, a kanë ngritur grupe të gatshme pikërisht për të mbrojtur votën, për të verifikuar dhe për të ruajtur situatën në teren? Po, Irena, janë ngritur grupet e gatshme, kanë qysh një muaj më parë që janë ngritur grupet e gatshme, si për administrimin në ditën e zgjedhjeve edhe për numërimin e votëve, ku çdo vot e qytetarëve të qytetit të Vlorës mos të vidhet, mos të tjetërsohet. Përsa i përket programit të Partisë Demokratike, cila është pjesë apo sektori që ju e gjeni më tepër veten, ku jeni më i aftësuar nëse do të zgjidheni deputet, do të avishni atë kostum? Cila është fusha që juve e ndjeni veten më brenda? Fusha që unë e ndjej veten më brenda, unë do të luftoj fort për hartën gjyqësore, pasi edhe në profesion jam avokat, unë e ndjej më së miri hallet e probleme shqetësimet e qytetarëve, duke qenë se qytetit të Vlorës janë hequr dy gjykata. Është hequr gjykata e shkallës parë administrative dhe gjykata e apelit. Ne kemi shumë qytetarë të vlonjat, jo vetëm vlonjat, por edhe qytetarë në qytetet të tjera, që kanë ndërruar jetë pa marrë një vendim të drejtë ndërruar. Pasi kanë pritur radhën që të dalin për gjykim. Por siç është bërë edhe ditur, një gjykatë vetëm ka Shqipëria sot është gjykata e apelit në Tiranë, e cila ka mbledhur gjithë qytetet e tjera, vetëm në një gjykatë, atje janë dosjet janë mal. Aktualisht në gjykatën e apelit, çështjet civile janë të vitit 2017 që po gjykohen. Kështu që ne do të bëjmë çmos që të ndryshojmë hartën gjyqësore, të rikthejmë gjykatën e apelit dhe gjykatën e shkallës parë administrative në qytetin e Vlorës. Përse mendoni ju se qeveria Rama e bëri këtë ndryshim të hartës administrative, por edhe territoriale? Sepse gjithmonë është akuzuar nga pala e demokratëve që ka sjell përveç se mungesë të shërbimit dhe të cilësisë, po edhe hapësirë për përqendrim të abuzimit edhe të korrupsionit në kryeqytet. Përsa i përket reformës territoriale, kjo është një pikë tjetër shumë e rëndësishme për qytetin e Vlorës së nderuar. Kryeministri Edi Rama e ka bërë me qëllim të vetëm, pasi ka pasur shumë ish komuna, si janë tani njësi administrative, që ka pasur Partia Demokratike në qeverisin e saj, në administrimin e saj. Dhe Kryeministri Edi Rama i ka përmbledhur, i ka shkrirë ato ish komuna, i ka përmbledhur në bashki, që presupozohet se janë bashki të majta, dhe i ka përmbledhur aty. Unë do të them diçka e nderuar. Bashkia e Vlorës, pikpamjen e saj ka turizmin. Çfarë lidh një fshat në njësinë administrative Novosel ose Qendër, për shembull fshatin Kërkov ose fshatin Bishan me turizmin? Nuk kanë asnjë lidhje ndërmjet. Por nuk bëhet fjalë vetëm për turizëm detar, është edhe turizmi malor. Ndoshta këto janë projeksione që edhe duhen parë. Ne ndërro kur të vim në qeveri, do të ndryshojmë reformën territoriale. Do të shtojmë bashkinë e Orikumit, do të shtojmë bashkinë e Novoselës, ish komuna do të bëhen bashki, pasi këto bashki do të jenë në fokus të punës dhe prodhimit të atyre zona, si kryesoret janë blegtoria dhe bujqësia, i të cilat Bashkia Vlorë i ka lënë në arrest këto fshatra. Por a do të jenë të përshtatshme për kapacitetin e burimeve njerëzore për të mbuluar, pasi kemi shpopullim? Për nderuar, kemi shpopullim, por do të mblidhen të gjitha fshatra, për shembull bashkia njësi administrative e Qendër dhe njësi administrative Novosel do të mblidhen në një bashki të vetme, e cila do të quhet Bashkia Novosel, atë cila ka shumë fshatra përreth saj. Po, çfarë nuk shkon në Novosel në optikën tuaj personale? Siç e thash edhe më parë, gjëja kryesore është popullimi. E dyta, fshatarët e atyre zonave kanë problemi kryesor është menaxhimi dhe certifikimi i tokave bujqësore. Pronave. Është vaditja e tokave, pasi
nuk ka asnjë kanal kullues edhe vaditës. Janë rrugët që të çojnë te tokat pasi sistemi i aksesimit është i pamundur. Është i pamundur pasi janë të zënë të gjitha rrugët. Do kthehemi çik në fillim, do doja të bëje edhe një prezantim kush është. Atëherë, si e futur në politikë, si e gjendur në këtë politikën e madhe. Siç e thatë edhe ju, unë jam Romari Meminaj, lindur dhe rritur një pjesëkohë në fshatin Tre Vllazër. Jam i datindjes 9 korrik 1994, atëherë kur Brazili fitoi botërorin dhe emri im Romario vjen nga lojtari i Brazilit. Pas keni një shenjim. Nga lojtari i Brazilit, kampioni Romario. Unë jam futur në politikë në qysh në shkollën e mesme, pasi shkollën e mesme kam vazhduar te Pilo Prifti në Novosel. Që në vitin 2012 jam antarësuar si antar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Më pas, me një antar një vot, kam garuar dhe kandiduar për kryetar grup seksionit të zonës të Novoselës, ku aktualisht para se të isha kandidat për deputet, isha kryetar grup seksioni dhe antar i kryesisë Partisë Demokratike. Përse në Partinë Demokratike, ndoshta ndonjë prejardhje familjes suaj, orientim politik nga familja, apo e gjetët veten tek Partia Demokratike? Familja ime që nga gjyshim që ka qenë gjithmonë kundra sistemit, edhe baba ime të gjithë, edhe fisi Meminaj e ndëruar është me prije të djatha, edhe fshati Tre Vllazërit është me prije të djatha, edhe unë jam rritur me frimin e të djatës, me frimin e demokracisë, edhe kam atashuar në Partinë Demokratike. Sa ka ndryshuar Partia Demokratike nga fillesa tuaja deri më sot? Në rrjedhën e saj politike. Partia Demokratike ka ndryshuar shumë e nderuar, pasi është futur frymë re, janë futur të rinj që po garojnë, siç janë këto zgjedhje, pasi ka shumë të rinj, jo vetëm në kandidat për deputet, por edhe në struktura drejtuese të Partisë Demokratike dhe Gavlor. Po zona ku ju jeni lindur dhe rritur, sa ka ecur nga ditët kur ju keni jetuar e deri më sot? Sa është zhvilluar, çfarë ecuria e zhvillimit? Edhe në tipologji, vetë zona, problematikat, jetesa, stili, mendësia, të gjitha. Është një zonë shumë e vështirë ndërruar, pasi aty janë njerëz shumë allegji, janë njerëz punëtor, por kjo qeveri edhe bashkia nuk i ka pa në asnjë moment. Ne po shikojmë tani në prag të zgjedhjeve po ndahen subvencionet e naftës. Po shikojmë në prag të zgjedhjeve që po bëhen asfalte elektorale. Po shikojmë në prag të zgjedhjeve ndëruar që po ribëhet ujësjellsi i disa fshatrave. Por nëse kjo është në shkelje të ligjit, përse nuk i denonconi? Kjo është totalisht në shkelje të ligjit dhe ne kemi denoncuar dhe kolegët e mi në Partinë Demokratike kanë denoncuar dhe kanë bërë kallëzime pranë organeve ligjzbatuese. Mendoni se vlonjatët do dinë të zgjedhin në këto zgjedhje? Unë mendoj e ndëruar që vlonjatët do dinë të zgjedhin, pasi vlonjatët janë njerëz shumë të zgjuar, janë njerëz të mençur dhe do të zgjedhin ndryshimin, do të zgjedhin Partinë Demokratike, do të votojnë numrin 1. Sa do të dinë qytetarët vlonjat që të zgjedhin individin, tashmë që e kanë këtë mundësi? Në bazë të kësaj skeme, sepse deri dje jemi ankuar që votojmë të imponuar, emra të imponuar. Kjo është një risi e nderuar, por vlonjatët do të dinë të zgjedhin ndryshimin, do të dinë të zgjedhin dhe individët që janë në listën e Partisë Demokratike. Sa mendoni se e keni votën e diasporës? Vota e diasporës është nominalisht për Partinë Demokratike, është nominalisht për numrin 1 për koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore, sepse vota diasporës e ka parë që këto 12 vite Shqipëria është populluar vetëm nga qeverisja e Edi Ramës. Përse mendoni se u luftua kaq shumë për ta fituar votën e diasporës? Çfarë vlere ka? Vota e diasporës ka shumë vlerë, pasi është një votë kundra sistemit, kundra regjimit të sektit Rama. Si erdhi përfshirja e emrit tuaj në listë? Ishte ambicie juaj personale, apo ishte një propozim nga baza? Në fakt, ishte një propozim nga baza dhe antarët e Partisë Demokratike të zonës Novoselës më thoshin gjithmonë që ne duam një përfaqësues nga zona jonë. Ne kam propozuar në kryesinë e Partisë Demokratike Vlorë, është marrë vendimi
dhe ka ardhur emri im si kandidat për deputet. E keni menduar ndonjëherë meqense jeni në oponencë me qeverinë dhe gjithmonë keni folur që janë kushtet pa përshtatshme, Vlora është e pajetueshme. Ju personalisht, a e keni menduar ndonjëherë seriozisht të jetoni jashtë Shqipërisë, të largoheni? A keni patur ndonjë moment dobësie? Në fakt doja të bëja me këtë shkak do të bëja prezantimin. Unë jam vëllai i 5 motrave dhe të 5 motrat e mia jetojnë në emigrim, jetojnë në shtetin italian. E kam menduar shumë herë nderuar për të larguar, pasi nuk e gjeja veten në Shqipëri, na kjo keq qeverisje, por vendosa që të jetoj këtu bashkë me bashkëshorten time, ku jetojmë dhe punojmë në qytetin tonë. Sa është e jetueshme Vlora në këto kushte? Në këto kushte nuk është e jetueshme, është e pajetueshme. Ju e shikoni vetë si janë bërë rrugët, jo vetëm në rrugët kryesore, por dhe në përlagje ku janë shkatëruar, janë hapur dhe janë lënë të hapura vetëm të mbuluara me zhavor. Trafiku është po bëhet një kaos e ndëruar. Jemi përpara sezonit turistik. Ne jemi tani në prill dhe ka filluar trafiku. Imagjino çfarë do ndodh në qershor, korri gusht, Vlora do të paralizohet. Ju personalisht, a e keni menduar, meqense tashmë jeni të përfshirë në listën e kandidatëve, e keni menduar një strategji tuaj personale që nëse do të jeni deputet, do ta prezantoni dhe do të luftoni fort deri në majat më të larta të qeverisë për t'i çuar disa gjëra aty ku duhet? Dhe cila është fusha, përveç se si shtat fusha e drejtësisë? Kryesorja është fusha e drejtësisë. Tjetra është angazhimi im në fushën e bujqësisë, pasi jam edhe nga zona rurale e zonës Komvoselës, ku kryesorja për mua do të jetë bujqësia, pasi ata fermerë të zonës njerëz shumë punëtor të ndihen të përkrahur, të ndihen të vlerësuar për punën që bëjnë. Çfarë keni më merak që do ta ngrini zërin në kuvent? Cila është stresa e njerëzve? Nuk po them problematika, po kategoria e njerëzve. Target grupi, mosha. Kryesore është rinia për të rinjt. E dyta, njerëzit në nevojë. E treta janë fermerët e zonave rurale, ku janë njerëzit që kjo qeveri ka lënë ares. Po diçka për këtë paketën e emergjencës, kjo 200 euro pensioni minimal, si duket? Partia Demokratike ka bërë një paketë e emergjencë e cila do të jetë brenda 100 ditëve të qeverisë së saj, është 200 euro pensioni minimal, do të zhduk varfërinë ekstreme, paga minimale do të jetë 500 euro, paga mesatare do të jetë 1200 euro, dhe këto janë mëse të realizueshme. Por kush do t'i realizoj, sepse pretendohet nga Partia Demokratike dhe nga lideri demokrat që Partia Socialiste tashmë ua ka vjedhur, ua ka grabitur si ofertë, po e shet edhe ajo në terren, Edi Rama është mjeshtër i vjedhjes, është mjeshtër i kopimit, por qytetarë shqiptar, qytetarë vlonjat janë të zgjuar dhe do t'i japin shuplakën e radhës Edi Ramës për t'i dhënë një vot kundra, për të votuar Partinë Demokratike, për të votuar numër 1 koalicionin Alianca për Shqipëri Madhështore. Këtu në Vlorë si duket situata e biznesit, nga jo çfarë keni parë? Situata e biznesit është shumë e keq. Ne po shkojmë për ditë që po ulen qepenët sepse nuk përballojnë dot taksat dhe tatimet. Dhe xhirua ka rënë shumë pasi, siç e thash edhe më parë, njerëzit sapo vinë dhe po largohen nga vendi. Po, Partia Socialiste deklaron që ka rritje të numrit të turistëve, të ardhurave dhe lokale dhe atyre të ardhurave të taksave. Partia Socialiste propagandën e saj ka vetëm në propagandë ka në qeverisje, asë një gjithë tjetër. Çfarë ka për të bërë në Vlorë, në qytetin e Vlorës, këtu brenda, pastaj shkojmë diku tjetër? Me ardhjen e Partisë Demokratike, Vlorës do t'i kthehet dinjiteti, sepse kjo qeveri dhe ky kryeministër ja ka hequr dinjitetin. Dhe nga dinjiteti kryesor të Vlorës është sheshi i flamurit që e ka shndërruar në një karabina e cila nuk të hynë në punë për asgjë, i ka hequr imazhin e traditën e qytetit të Vlorës. E kanë thënë shpesh, në fakt, përfaqësues Partisë Demokratike në Vlorë për sheshin e flamurit. Do të ndërtohet prapë, do të shembet, do të investohet, do të hidhen parat poshtë ato që u hodhën dhe u investuan si. Do të kthehet siç ka qenë, siç ja ka hiqë sheshit të flamurit. Përse mendoni se duhet të votojnë?
Unë mendoj që duhet të votojnë pasi të votojnë të rinj, të votojnë rinin, të votojnë frymën e re, të votojnë ndryshimin, të votojnë numri 1. Përse Romaria? Duke qenë se unë jam një djalë i ri në politik, me ambicie të reja, shumë energjik, më votoni mua. Ju faleminderit. Përsa i përket sistemit të drejtësisë, le t'i kthehemi sërish pak. Çfarë nuk shkon me sistemin e drejtësisë këtu në Vlorë? Si që thash, Irena, Përveç se hartës. harta është kryesorja. E ka kthyer sistemin e drejtësisë në një kolaps. Pasi, po marr një shembull. Unë dhe zyremje ku punoj, po thuj se kemi në javë 3-4 çështje në gjykatën e apelit dhe detyrohemi se cili nga ne të shkoj, po thuj se 2 herë në javë të shkoj në Tiranë në gjykatën e apelit. Ka çështje që kemi depozituar kërkesë padi në gjykatën e shkallës parë administrative dhe nuk na ka dalë data qysh 6 muaj e mëtutje. Ne do të kthejmë hartën gjyqësore siç ka qenë, të paktën Vlorës do t'i kthejmë apelin edhe gjykatën e shkallës parë administrative. Por janë shumë institucione që janë larguar nga Vlora. Kjo është një keqje më e madhe në Vlorë, pasi siç thatë ju janë shumë institucione, siç është drejtoria arsimore, drejtoria e ujësjellësit, drejtoria e energjisë ose siç shihet ndryshe OSHE-ja, që janë larguar, ASHK-ja, hipoteka ose ASHK-ja janë larguar nga qyteti i Vlorës. Pikërisht në marrëdhënie me hipotekën, a hasni ju si jurist vështirësi në raport mes qytetarit dhe problemit që kanë, duke patur në konsiderat që problemi më i madh është çështja e pronave? Marrëdhënia ndërmjet ASHK-s dhe qytetarit pothuaj se është pezulluar fare me ikjen e institucionit nga qyteti i Vlorës. Qytetari nuk ka ku të shkoj, atje nuk ka një jurist që t'i pres në sportel, nuk ka më njerëz. Ku duhet të shkoj qytetari? Ne do të kthejmë institucionet që janë larguar Vlorës, do t'i kthejmë në qytetin tonë. Po përsa i përket njësive administrative? Edhe njësitë administrative, si që thash pak më parë, do të bëjmë ndryshimin e reformës territoriale. Do të kthejmë 3 bashki, do të kthejmë do të bëjmë bashkinë Novosel, bashkinë Orikum dhe do të bëjmë një bashki tjetër në bashkinë Kot, e cila do të quhet Amantia. Ndjeni të rrezikuar nga investimet që ka bërë qeveria shqiptare në këto vitet e fundit në Vlorë? Ndjeni të rrezikuar në kuptimin e asaj që ka diçka çfarë të reklamoj në këtë fushat, ndërkohë që ju keni qenë 12 vite në opozitë. Qeveria shqiptare nuk ka bërë investime, qeveria shqiptare vetëm ka vjedhur qytetarët. Po pse investime janë bërë? Janë bërë me kostot shumë të larta. Po jap një shembull. Në qeverisin e Partisë Demokratike, rruga Levan-Vlorë është bërë me 2.8 milion euro kilometri. Zonja Belinda Balluku e ka bërë me 20 milion euro kilometri. Normale tani, si pas kohës mund të kenë ndryshuar edhe çmimet si të hekurit e të këtyre, po prapë është një çmenduri nga 2.8 milion euro kilometri në 20 milion euro kilometri, kjo është një çmenduri, një vjedhje ashiqare që janë bërë qytetarëve të Vlorës dhe jo vetëm. A keni marrë ndonjëherë përsipër të përpiloni, të formuloni një dosje dhe ta çoni në prokurori zyrtarisht, jo në për konferenca shtypi, jo në për rrjetet sociale. Të merrni një nisëm zyrtare. Ne po merremi ndëror, jemi duke hartuar disa, jo vetëm një kallëzim, po disa kallëzime në Partinë Demokratike që do t'i depozitojmë pranë organeve kompetente. Ka qenë edhe lideri demokrat Sali Berisha, ka qenë në Borsh, në Himar, në Sarand. Në Borsh, në Himar, në Sarand, Gjirokastër. Si duket fryma ndaj? A keni prekur terrenin atje? Po, ndërruar, kam prekur, madje isha dhe dje duke shoqëruar në Himar, në Sarand. Ka frymë gjithandej, ka frymë kudo në çdo cep të Shqipërisë. Mezi presin që të shkoj doktori, mezi presin që të shkoj Partia Demokratike, ti takoj, ti begenisi këta qytetarë të cilët janë lënë në arrest. Cili është asi në mëngë që ka Partia Demokratike në këtë fushat?
asin në nëngë që ka Partia Demokratike në këtë fushat janë qytetarët shqiptarë që do të votojnë masivisht pasi nuk e duan më këtë sektin e Ramës, nuk duan më këtë qeverisën nga ky. Si e mendoni, a e keni imagjinuar ndonjëherë Shqipërinë në qeverisjen e Partisë Demokratike pas 12 vitesh munges? Do të jetë një nga qeveriset më të mira që ka pasur Shqipëria gjatë këtyre viteve. Çfarë do të bëj Romario pas 11 majit, nëse nuk do të zgjidhet? Si do të jetë aktiviteti juaj politik? Do të vazhdoj më shumë, më fuqishëm pranë Partisë Demokratike, pranë anëtarëve të Partisë Demokratike dhe pranë qytetarëve. Çfarë do të thoshë shqiptarëve që të mos gabojnë sipas jush dhe të zgjedhin Partinë Demokratike këtë herë? Shqiptarët janë të zgjuar vetë, e kanë parë këto 12 vjet, në kjo qeverisje çfarë i ka bërë vendit, e ka larguar të gjithë në emigrim, e ka shpopulluar vendin dhe qytetarët shqiptarë do t'ja tregojmë vendin e Edi Ramës duke votuar Partinë Demokratike, duke votuar numrin 1. Po për antarësimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë, si e shihni? Kjo është një propagandë që po bën Edi Rama. Antarësimin e nderuar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk e ka në dorë Edi Rama, që tani ka dalë me pasaportën evropiane e thotë që unë qytetarëve shqiptarë do t'u jap, më votoni se do t'u jap pasaportën evropiane. Edi Rama nuk i ka në sirtarin e vetë të kryeministrisë pasaportat dhe dua shpëndaj qytetarëve shqiptarë. Integrimi në BE bëhet në bazë të disa kushte, në disa kritereve që plotëson vendi. Dua të kujtoj një gjë e nderuar. Shqipërinë në NATO e ka futur Partia Demokratike. Liberalizimin e vizave i ka bërë Partia Demokratike. Këto janë procese që u ka ardhur koha apo janë merite e një qeverie? Janë merite e një qeverie. Sepse janë plotësuar disa kushte dhe kritere që Shqipërisë i shapo rruga për në NATO dhe liberalizimi i vizave. Po përsa i përket rinis, arsimit, po largohen shumë të rinj, studiojnë zgjedhjen institucione arsimore jashtë Shqipërisë. Kjo është nga mënyra e të qeverisur. Ju çfarë do të ofroni? Çfarë ka për të ndryshuar? Dua të them diçka në qytetin e Vlorës. Sa shkolla në hapur? Nuk është hapur asnjë shkollë në qytetin e Vlorës, vetëm sa janë mbyllur. Ne do të kthejmë qytetarë që janë larguar nga vendi, do t'i kthejmë, do të heqim një nga kriteret që do të heqim, e ka shprehur dhe doktor Berisha, është heqja e mesatares për pranimin në universitete. Edi Rama ka vendosur mesatare për faktin e vetëm, sepse nuk do që njerëzit të rinj të vazhdojnë shkollën, por që të largohen nga vendi. Ju mendoni se ky është shkaku që largohen? Mesatarja? Kjo është një nga shkaqet që nuk pranohet i riu në universitet, por shkaku kryesor është varfëria që ka kapluar vendin ton, e ka kapluar Vlorën. Një koment për listën e Partisë Socialiste. Listën e mbyllur fillimisht. Ka patë rrjedhje nga radhët e Partisë Demokratike, nga të djathtët. Nuk kam asnjë koment për listën e tyre. Asnjë koment, as për të hapur. Si do t'i konsideronit këta element? Ata janë, për mendimin tim, janë zarat e Edi Ramës, i përdori Edi Rama në çdo moment, në çdo kohë që i duhet edhe i flak. Siç ka ndodhur precedenti me ish ministrat e tij dhe kryetarin e bashkisë. Ka humbur Partia Demokratike me këto lëvizje? Ka fituar Partia Socialiste? Partia Demokratike nuk ka humbur asnjë moment në asnjë vend në kjo lëvizje që është bërë. Partia Demokratike është më e fortë se kurrë dhe është në 12 maj Partia Demokratike del fituese nga këto zgjedhje. Lista e Partisë Demokratike në fakt edhe aleancës është gjithë përfshirëse, përsa i përket ngjyrave politike. A keni qenë në unison të gjithë ju personalisht si e konsideroni? A keni ndonjë keqardhje që nuk janë përfshirë 100% demokratët, por edhe aleatët? Demokratët dhe aleatët janë përfshirë 100%. Lista e Partisë Demokratike të Vlorës, qoftë e hapur dhe e mbyllur, është një listë gjithë përfshirëse. Aty kemi profesor, pedagog, kemi profesionistë të lirë, avokat, inxhinier. Është një nga listat më të mira, doktor. Një nga listat më të mira që ka pas Partia Demokratike ndonjëherë. Sa mendoni se mandate do të marrë Partia Demokratike në qarkun e Vlorës? Një shifër. Ne nderuar në këto momente po luftojmë për mandatin e 6.
Sigurt, e keni këtë Po bindje? luftojmë për mandatin e 6. E keni ambicie politike apo është ajo çfarë shikoni në teren? Është ajo që ne çfarë shikojmë në teren, që takojmë qytetarë dhe shikojmë në teren që Partia Socialiste ka shumë urrëtie në popull. Dhe ne jemi afër mandatit e 6, po luftojmë për mandatin e 6 në këtë qytet. Nuk i trëmbeni një ndryshim i rrjedhje nga ajo çfarë shikoni në teren dhe deri rrugës te kutia e votimit, fleta e votimit, se mund të ndryshoj? Jo, ndërruar, pasi siç thash edhe më parë, qytetarët kanë një urrëtie masive për Edi Ramën, për Partinë Socialiste, pasi në këto 12 vite i ka keq qeverisur, i ka detyruar të largohen, i ka detyruar të mbyllin bizneset e tyre. Për këtë arsye, qytetarët e Vlorës do të votojnë Partinë Demokratike, do të votojnë numër 1. Ku e shikoni më fort Partinë Demokratike? Në qytetin e Vlorës apo në njësitë administrative? Ku ndjet më tepër fryma? Fryma ndjet në të dyja, si në qytetin e Vlorës dhe në njësitë administrative. Ndjet fryma e Partisë Demokratike. Atëherë unë ju falenderoj që ishit në këtë bisedë me mua, ju uroj suksese. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ka ardhur fundi i këtij emisioni Spekter, do të rishihemi të premten e ardhshme, bashkë përpafshim.